teknologjie dhe ato biznese të cilat nuk do updatohen, nuk do të ndryshojnë, janë të destinuar për fat keq të falimentojnë. Dhe sa përqind e këtyre, diti sa përqind e këtyre do falimentojnë? Statistikët, të gjitha ato që nuk do dëshirojnë të updatohen, të ndryshojnë, sepse teknologjia po bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Ne te angazhimet tona, por le ti bësh ndryshime në teknologji, po me çfarë lekësh do t'i bëj ai tani të lutem se nuk janë pa lekë ato. Andi thuaj mo, sa përqind e njerëzve vinë në Kinë të shikojnë teknologjitë e reja, të përshtaten me qasjet e reja, sa përqind e këtyre bizneseve kanë mundësi, vinë t'i blenë pajisjet nga Kina, nga Gjermania, sa përqind? Shikoj, ideja është që ta bëjnë prodhimin smart. Ideja është këtu që ndoshta përqindja mund të jetë shumë e ulët. Po ka mënyrën se si gjithsesi bizneset e kanë gjetë mënyrën dhe rrugën se si ti financojnë projektet e tyre. Shumë pak. Jo shumë pak. Tani unë mund të flas për energji. Vetë produs. Nuk ka gjithë ekonomia energji. Mi më tani do ta ndajmë të temë. Ajo është zgjidhur që lën kolateral atë panelet. Po mirë në rregull. Febra tani unë mund të flas. Më pas sa rëm për pjesë tim optimist këtu me sa shoh. Domethënë çat bëjmë dhe për pesimistit gjithë. Hajta bëjmë çat them. Atë themi që s'bët asgjë dhe ta mbyllim çat them. Po ideja është kjo që nëse flitet për teknologjinë, bizneset e kanë gjetë mënyrën se si flas gjithmonë të pjesë e energjive, se si. Andi po tham që ullin të mblidhen me dorë akoma tani. Një ulli që mblidhet me dorë, nuk bëhet vaj ullirit më mirë se që bën makineria tani. Dakor, po ide. Edhe si do konkurosh të Italin duke shitur vajin e ullirit në Itali. Nuk do konkurosh Italin Ornela se konkuron dot as në asnjë gjë domun. Po kur ty shëti një tavolin me ato, pikërisht për ata do konkurosh Italin, nuk e konkuron as sot, s'ke për ta konkuruar as atëre. Tregu do vetë rregullohet. Ai një produkt më cilësor dhe më i lirë do konsumohet ai produkt. Nëse ti nuk Nëse ti nuk e prodhon më lirë dhe më të mirë. Ka zgjidhje për këtë, ka zgjidhje. Ka zgjidhje për arsye se edhe qasjen që i bëjmë ne është gabim, sepse teknologjia dhe inteligjenca artificiale na është servirur sikur është panik, frikë dhe shkatrim për shoqërinë. Jo më zgjidhje, siç e ka panik. Kush e tha po? Unë kam qenë në një trajnim te Bashkimi Evropian dhe personi i cili trajnonte kompaninë Volvo për të futur inteligjencën artificiale. Tha diçka shumë interesante. Personi që trajnonte kompaninë e Volvos për të futur inteligjencën artificiale, pra kompanitë e mëdha kanë filluar të updatojnë dhe të ndryshojnë, dhe këtë duhet bëjnë edhe kompanitë e mesme dhe të vogla, tha që largimi nga puna i taksigjive nuk ka qenë për shkak se doli inteligjenca artificiale, po ka qenë e anasjellta. Për arsye sepse shumë persona nuk pranojnë të punojnë taksigji, sepse është punë e mërzitshme, është boring, nuk janë dakord me atë lloj pune dhe për këtë arsye u lind nevoja që të shpikej diçka që të bënte rolin e taksi pa shofer. Pra, lindi nga nevoja e kompanive të mëdha për arsye sepse nuk gjenin individ, siç përballemi ne sot në Shqipëri me mungesën e shumë punëtorëve. Si pasojë kësaj nevoje, atëherë automatikisht vjen alternativa e teknologjisë. Tani ne jam dakord me bashkëfolësin, a jemi dakord që ta orientojmë dhe ta vendosim në shërbimin tonë?